Dalemi pak te Tirana. Drejtuesja politike e Tiranës, zoti Ali Mehmeti, drejtuesja politike e Tiranës, numri 2 i qeverisë, e marrën në hetim për 50 milion eurot e tunelit Llogaras, vijon fushat në çdo ditë në kryeqytet, madje sipas informacioneve të cilat i mbledhim edhe nga terreni, duke ju thënë administratës së bashkisë dhe njerëzve të saj, do të punojnë nga mëngjesi në darkë sepse ka rënë entuziazmi. Do të rrisim një marrësh më shumë në çdo mënyrë. Po, shumë e drejtë. Pra neve e nisa shumë qartë. Bëhet fjalë për një zvonës kryeministre që është marrë e pandehur nga Spaku, por që çuditërisht ndryshe nga kryetari i bashkisë, i cili u arrestua me 10 shkurt, por u mori i pandehur, mos gabohem me 23 korrik, pra me muaj distancë. Tani këtu kjo është marrë e pandehur, po s'është marrë asnjë mas sigurie. Dhe kjo të bën dyshor shumë për çështje që këtu kemi diferencialitete për sa i përket çështjeve zgjedhore. Kujtoj që kryetari i opozitës u mbajt në arrest shtëpie pa pasur akuzë fare, ndërkohë që këtu akuzën e kemi, është shumë e qartë akuza, bëhet fjalë për 50 milionë euro të shqiptarëve që s'dihet se ku ka shku, dhe nga krau tjetër nuk kemi asnjë lloj mase. Duke vënë detyrë në të njëjtin pozicion ku ka bërë dhe dëmin, i bëjmë të mundur, bëjë dëme tjera, i bëjmë të mundur të largohet, i bëjmë të mundur gjithashtu të prishi provat, sepse është pozicioni numër 2 i shtetit, zotës kryeministër. A gjithashtu mundësia që zënë Balluku të ndërhyjë në prova, pasi ka patur denoncime në fakt edhe nga opozita që edhe prokurori që ka nën hetim zënë Balluku është kërcënuar. Neve nisemi direkt nga pozicioni që ka, është pozicioni i dytë i një shteti kur ne dim shumë qartë që institucionet nuk janë pavarur njëra nga tjetra, janë kapura gjitha praktikisht në një dorë dhe duke u nisur nga ky pozicion, patjetër është dyshimi i tetë i lartë për ndikimin në prova. Kujtoj që në fund fare ditës dhe përfaqësimi ligjor bëri nga një familjar i ngushtë të saj. Pra që do të thotë kërkon që të mos dalin as elemente dhe kjo është në drejtën e vet, të kësaj nuk e heqim gjë, por nga krau tjetër, në atë pozicion aq të fuqishëm, patjetër është mundësia prishjes provave. Dhe për këtë nuk u mor asnjë lloj diskutimi, asnjë lloj çështje apo mase sigurie. Dhe unë mendoj që patjetër nuk është vetëm çështja kot, çështja e vërtetë madje ka afera shumë më tepër. Sepse kujtoj që këtu kemi gjëra që i dinë gjithë njerëzit, si pura të incineratorët që nuk ekziston, po për ta marrim neve kuadrin e gjerë, pse ka zgjedhje Bashkia e Tiranës sot? Sepse ka kryetarin e bashkisë të burgosur për korrupsion, të burgosur për keqpërdorim të fondeve publike. Pastaj ka vënë një kandidate, Partia Socialiste, që është një tjetër kandidate e Partisë Socialiste që hyn edhe nga Spaku. Ka një drejtore politike të fushatës së Tiranës, e cila dhe kjo tashti është marrë pandehur ditët e fundit nga Spaku. Pra këta i fut në emrës përbashkët korrupsioni dhe abuzimi i parave publike. Kjo është ajo çka i bashkon gjithë këta.